Përshëndetje Laura, cilat janë të rejat nga kjo proteste, cila me sa duket po vazhdon ende para qeverisë? Po, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit e televizionit Dukagjini, pra si që mund të shihni në pamje që ju ofron kameramani Diar Jusufi, mund të shihni që protesta është duke vazhduar në oborin e objektit të qeverisë, është zhvendosur në fakt nga komuna e Prishtinës, aty ku në orën 9 shumë punonjës të trafikut urban u bashkuan për të kërkuar llogari dhe zgjidhje të problemit për shkak se ka ndaluar punën për shkak të mos alokimit të parave. Mirë, po në takim me ta doli kryetari i Prishtinës Perparim Rama, i cili ju tha se kjo nuk është përgjegjësi e tij tashme për shkak se i kanë kryer të gjitha procedurat që janë kërkuar me legje dhe se së fundmi është në dorën e Ministrisë së Financave në detyrë, ku sipas tij është duke u bllokuar buxheti me saktësisht të hyrat vetanake me qëllim nga qeveria në detyrë Kurti. Mirë, po për të sqaruar më shumë këto problematika dhe për të kuptuar në thelb këtë problem që po ndodh dhe protesten, dhe do të vazhdoj kjo edhe me tutje, unë pranë vetes kam Zotrin Aser Gashi, i cili është operator privat linja 7B, i cili do të na tregojë më shumë detaje rreth kësaj proteste dhe arsyet pse i kanë dërguar deri në marrjen e këtij vendimi që në për hir të vërtetës i afekton më së shumë të qytetarët për shkak se është ndaluar transporti. I nderuar, fillimisht të falenderoj shumë për kohën dhe konsiderat. Përshëndetje. Ju që nga fillimi jeni pjesë e protestës apo jo? Protestës, po. Pse keni vendosur të jeni pjesë dhe pse keni vendosur që të mos ofroni shërbime për qytetarët? Po jemi këtu që 16 ditë domethënë që jemi pa paga. Jemi rras bash domethënë për naft. Kemi dikon 170.000 euro bash për naft, kështu që operatori i kompanies domon derivateve na kanë ndaluar edhe derivatet e naftit, kështu që jemi se 16 ditë pa paga. Me këtë çka ju nuk keni mujt me i paguas pagat e punëtorëve? Plotësisht kështu domon, s'kemi pa paga, jemi domon s'kemi mundësi me operu më pa naft. Cili ka qenë sqarimi i komunës? Keni pasur një ballafaqim direkt me kryetarin e komunës së Prishtinës? Po Perparim Rama tha që problemi është e Ministria e buxhetit, domethënë nuk e alokon buxhetin e komunës Prishtinës. Kështu që shkaku atë është politikisht diçka. Si ju duket juve kjo problem që nuk po mund të gjendet zgjidhja ende në mes të komunës dhe në mes të ministrisë? Ju si punonjës, si kompani, cili kish me qenë mesazhi juaj për institucionet përkatëse të cilat janë të përfshira në këtë rast? Po problemi shumë i lehtë i zgjidhshëm. Nëse ministria i alokon buxhetin komunës, ky problem është i zgjidhshëm. Kështu që shumë e thjeshtë është, po politikisht nuk e alokon buxhetin e vet, që është buxheti i komunës Prishtinës. Pra në opinionin tuaj fajtore në këtë rast është Ministria e Financave? Sipas komunës këtë sqarime që ne ka sqaruar kryetari, problemi është te ministria. Ne e pam që disa pjesëtar të shoqatës transportit të trafikut urban vetë kanë hyrë në takim me pjesëtarët e Ministrisë së Financave, me sa kuptuam nuk ka pjesëtar të komunës. Çfarë presni nga ky takim tashme me pjesëtarët e Ministrisë së Financave? Nuk kam informata, domethënë pritet me hije domethënë takim. Ato pritet se çka mund me bë, nuk e di. Çka nëse nuk ka zgjidhje? A do vazhdoni me protestën? Ne jemi të detyruar të vazhdojmë me protestën, se nuk kemi mundësi të operojmë për shkak të buxhetit. Pra të gjitha mundësit janë shterur deri më tani? S'ka mundësi tjera domethënë. Vetëm nëse paguhen, na fillojmë një herë të paguajmë edhe ecëm punën. Por ndryshe protesta vazhdon. A jeni të unifikuar në këtë qendrim me të gjithë protestuesit? Nuk do të zbrapesini derisa të arrini qëllimet e juaja? Besoj që po, duhet të jemi ashtu që pa mjetë nuk besoj se do të zblokohet. Nderuar, të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Pra kaq nga kjo lidhje direkte, në qoftë se nuk keni ndonjë pyetje, po e kaloj linjën tek kjo. Laura, falenderoj shumë për këtë lidhje. Në rast se përfundon takimi, mos hezito të kërkosh prapë lidhjen. Ishim drejt për drejt nga qeveria e Kosovës me gazetaren Laura Qela, e cila nga mëngjesi është duke përcjellur protestat e